kemi dhe njerëz të rrezikshëm. Mos fokusohemi vetëm te kafshat e rrezikshme, se mes shoqërisë sonë. Ne jemi të fol për shenin, njerëzit e gjejnë tjetër. Jo, se tham që kafsha ka vetëm instinkt. Keqbërës mes njerëzve mendoj se ka dhe më shumë se sa mes kafshëve. Por problemi është që kur e bën një kafshë ne alarmohemi. Jo, dhe kur e bën një njëri po të kafshoj fëmijën e po të avrasë, alarmohemi, Magdalena. Jo, më shumë për kafshën. Po, dhe për njeriun, po, ka pasur, po pa tjetër. Po për kafshën direkt e ekzekutojmë. Për njeriun nuk kemi dënim me vdekje, apo jo? Jo, nuk e kemi dënim me vdekje. Atëherë, të dënosh një kafshë që është pranë botës e një fëmije, por nuk ka dhe kafshë të rrezikshme dhe kafshë pa rrezikshme. Është vetëm mënyra se si rritet kafsha. Është mënyra si rritet kafsha. Pitbulli nëse rritet në kujdesin e duhur, ka dhe i psikologjinë e ti, pak më të... Qa do bëj njerëzit tani shpune? Nëse ka qenë një program... Qa do bëj njerëzit tani, o Madalena, po qa përgjësie më zemra? Por nëse ka qenë një tërbuar, o Magda? Qa të njëse po vini me shpatulla pas murit njerëzit? Njerëzit për mendimin tim janë dërgjësuar, se... Gjosh ndoshta argumentet të tilla, nuk kemi mësuar si shoqëri. Se si jemi mësuar? Qa do bëj tani një plak 80 vjeçar, do filloj akademi për një qenë? Absolutisht si e plakut, e lagjës ku jeton plaku, e bashkis ku jeton plaku, okej? Dhe me qënë se tani plaku bën një kapriço, mban një qenë, do me thënë është faj qenit atër. Plaku s'ka faj fare. është faj, po ajo lagja. Po lagja ku jeton të plaku, komshit e plakut, çfarë ndjeshmërie primitive kanë dhe nuk marrin asnjë mas duke parë që ky zotëri është i moshuar, nuk mund të mbaj ti dalë për zot një qeni të tillë. Sa i qeni ishte më agresiv? Bëjmë atë që bëjmë për çdo gjë, bëjmë indiferentin, okay? Dhe gjejmë zgjidhjet më të lehta, më komode. Jo, e ka ligji. E ka ligji. Ligji ndrohet dhe ligji bëhet më... Kur ta ndrojmë, jam dakord me ty. Po ligji është... Qeni i tërbuar, çfarë të ndrojmë? S'mund t'ja vësh faj ligjit pse është. Nëse qeni i tërbuar, po patjetër. Shërohet e dashur. Pse njerëzit e tërbuar dhe të smurmendërisht mbyllen në psikiatri, po patjetër. Po, i ke pa ilaçe ke spitali Elbasanit. Ose i ke rrugëve për shembull. Ne s'po kujdesemi për njerëzit, ti thua kujdesuni për kafshën. Nuk duhet të jetë parim. Ky nuk duhet të jetë parim. Jo, po është realitet, unë po them realitetin. Unë ty po të ul me këmbë në tokë realiteti. Njerëzit me probleme mendore në Elbasani ke pa ilaçe. Di këtë gjë? Justifikim që tani me që bëjmë këtë për njerëzit ta bëjmë edhe për po tani ç'a do bëjmë? Ne do të çojmë pensionin më lart se ç'bën një pensionist në Vlorë, do të çojmë për qenin? Nuk është në dinjitetin e njeriut. Është një turp, të lutem, ma kupto pak. Tani shpenzimi i Bashkisë së Vlorës kalon shpenzimet për një pensionist. Edhe çdo të thotë si? Shpenzimet që do paguaj Bashkia Vlorës për të mbajtur qenë. Po pse do i kaloj ka shumë shqyr që u kujtua një bashki të bëj një gjë. Bashkia Vlorës që të harxoj lekët publike për qenë. Çfarë po thuam? Ne jemi debitor me kafshat njerëz sepse s'kemi bërë asgjë dhe Vlora është e mbushur me qenë të elmuar në lungomare që është një turp për një qytet që i thotë vetes turistik dhe unë nga Vlora jam. Por kjo nuk ka lidhje sepse aty kur është për të kritikuar, nuk më ndim se tas vendi. Dori dhe me njerë kalojmë të debatin. Është skandaloze, që nuk bëhet gjë. Dorian, a mund të barazohet kujdesi për një kafshë me kujdesin për një njeri? Absolutisht që po. Nga bashkia? Më të pambrojtur. Madje e ka te kaluar, të lutem se pyet atë. Jo, Atëherë, nëse mund ta shtoj edhe këtë, nëse me që më dha lejen. Patjetër. Nëse ne njerëzit nuk kemi shumë probleme. Jepi do Dori ka shumë gjëra. Erion. Ne njerëzit kemi shumë probleme, na mungojnë shumë gjëra. Na kemi mangësira pafund, por kushtet tona kur nuk mund të krahasohen me kushtet e një kafshë në rrugë, që e përjeton dhimbjen dhe kupton vuajtjen si një fëmijë 3 vjeç. Kupton Macja. Nuk e meriton ajo që t'jetoj mirë, e meriton të vuaj. Asnjë njeri, qoftë edhe ata romët që lypin në rrugë, edhe ata nëna apo shoqëria mund të qojnë për një vaksinë, nuk ngordhin për një vaksinë, siç ngort një kafshë. Janë qeniet më të brishta dhe sigurisht që meritojnë për mendimin tim ndihmën e parë ata, pastaj në njerëzit. Por në njerëzit kur na hiqet në një luks, një komoditet, po fëmia nuk është komoditet, apo ju jepet një drejt kafshëve, po ashtu bëjmë na. Dorian, të lutem.